Bomba bërthamore e Shqipërisë nga Lutfi Dervishi. Nëse mendojmë se problemet që kemi janë korrupsioni, papunësia, zgjedhjet e kontestuara u i papishëm, mungesa e drejtësisë apo largimi i trurit, po injorojmë dramën që po gëryen themelet e vendit, plakjen e popullsisë. Sipas të dhënave më të fundit, vendi ka hyrë zyrtarisht në listën e 11 vendeve më të plakura të Europës. Mosha mesatare sot është 44.3 vjeç, ndërkohë që në 2010 ishte 31.9. Ritmi i moshimit është i jashtëzakonshëm, 12.4 vite në vetëm 14 vjet, 4 herë më shumë se mesatarja e vendeve të BE-s. Në një kontinent që vetë po lufton prej dekadash me plakjen, Shqipëria nuk është se vetëm po plaket, por po zbrazet, nuk po zbrazet vetiu. Presidenti francez Charles de Gaulle dikur thoshte, demografia bën historinë dhe jo e kundërta, dhe nëse historia është udhërfyesi ynë, atëherë ne jemi duke ndjekur një kurs që s'na çon drejt BE-s, por drejt një zbraztie me pasoja fatale, një shtëpi që nuk merr frymë brehet. Kush do të paguaj pensionet? Kush do të mbaj gjallë sistemin shëndetësor? Kush do të punoj tokën, të hap biznese, të mbaj gjallë gjuhën, qytetet, lagjet? Kush do të votoj? Kush do të siguroj të ardhmen, vimësin? Dhe më e rëndësishmja, kush do të na përfaqësoj? Nëse demokracia funksionon mbi parimin e përfaqësimit, atëherë në mungesë të rinjve do të kemi një sistem që punon për të moshuarit. Shenjat janë të qarta. Në fushat, premtimi kryesor ishte rritja e pensioneve. Jemi kthyer në një vend ku shumica e brezit të pensionistëve vendos për të ardhmen e brezit të ri. Në vend të çerdheve, kopshte e shkollave, po flasim gjithmonë më shumë për ndërtimin e azileve dhe do të përfundojmë shumë shpejt në gerontokraci, pushteti pleqve. Kjo krizë është sociale, ekonomike dhe politike, por çuditërisht kriza nuk artikulohet. Asnjë sociolog, asnjë demograf, asnjë profesor i universitetit nuk po e ngre zërin siç duhet. Ministrit heshtin, Akademia e Shkencave hesht, edhe biznesi që do duhet të ishte në alarm për mungesën e fuqisë punëtore, nuk do të zgjidhet me ndonjë tender apo PP për të sjellë emigrant nga Azia. Kjo nuk është thjesht mungesë vëmendje, është thjesht tentativë të vrasje kolektive. Rastësi, nëse plakja është e pandalshme, braktisja mund të ndalet. Në vend të një politike propagande të bazuar në projeksione dhe llogari statistikore për numrin e turistëve që rritet krahasuar me 2013, kemi nevojë për një shkundje shoqërore dhe politike, një pak kombëtar për të rritje demografike me pjesëmarrjen e gjithë aktorëve, shtetit, shoqërisë civile, universiteteve dhe biznesit, i shoqëruar me politika sociale për rikthimin e emigrantëve të rinj dhe për stimulimin e lindshmërisë, do të ishte një fillim i mirë. Politikat e Hungarisë në këtë drejtim apo çdo vendi që ka sukses në këtë fushë duhen qëmtuar dhe zbatuar pa humbur kohë. Bonusi bebeve duket se nuk dha rezultatet që priteshin. Modeli i zhvillimit i Shqipëria në Tiranë po zbraz qytete e fshatra, është prishur ekuilibri demografik i vendit, është e domosdoshme rivendosja e dinjitetit të jetës në vend, në qytete dhe sidomos në fshat. Kjo nënkupton zhvillim të qëndrueshëm dhe jo fasada, me shifra me milion turistë që vizitojnë vendin. Nëse vendi vijon të plaket me këtë ritëm dhe me këtë heshtje, atëherë nuk kemi më çfarë të ardhme të planifikojmë. Viti 2030 rrezikon të na gjejë me bastun drejt BE-s, nëse ajo do të jetë ende në këmbë. Sot nuk na mungojnë shifrat po ulërasin, por mungon zëri. Është paradoks që një vendi që shurdhohet nga propaganda i mungon klithma për jetën. Ndoshta për herë të parë pas shumë dekadash, armiku më i rrezikshëm i Shqipërisë nuk është korrupsioni, por ora biologjike. Në 3 dekada kryefjala ka qenë demokracia, tani është demografia, nesër do të jetë asfiksia.